Rama ka vetëm një mundësi shpëtimi. Por Rama shkoi takoi Trumpin. Më fal, ku? Për çfarë? Për bordën e paqes? Bordën e paqes. Pa bëri me detyrim parlament që vetëm ai mund të shkonte nga Shqipëria. Mori votimin apo? Votimin, po. Edhe Pse? Se kishte frikë që jo kishte frikë, e dinte që s'do ftoi Rama, do ftoi presidenti. po. Pse duhet bërë në parlament? Çfarë verdikt kishte Rama që të bashkonte edhe opozitën në një zë? Rama s'u intereson opozita, apo? U detyruat të bashkonte opozitën që të përcaktohesh që i vetmi që mund të shkojë nga Shqipëria është Edi Rama me emër dhe me mbiemër. Që të mos shkonte Begaj. Pasi do ftoi Begaj, siç u ftu Vjosa. Jo, Vjosa Osmani. Vjosa Osmani. Dhe Rama ja ka kaluar Shqipërinë totalisht drejt. Unë duhet të kujtoj që ndryshimet e fundit qeveritare e kaluan politikën e jashtme të mbrojtjes dhe drejtësisë totalisht në duart e kujt? Edhe të brendshme, në duart e judejve. Po ta shpjegoj pak. Edhe Shqipëria është në duart e tyre? Tashmë, me këtë qeverinë që s'është qeveri, është thjesht një band.